Në vitin 2025, Evropa u përball me një val sulmesh kibernetike, nga ndërprerjet në aeroporte dhe akuzat për sabotim zgjedhor deri te falsifikimi i GPS-it në fluturimin e presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe sulme ndaj sateliteve në hapësirë. Këto sulme kibernetike patën gjithashtu ndikime të mëdha financiare, duke u kushtuar vendeve si Franca, Gjermania, Italia dhe Spanja një total për 300 miliardë eurosh në 5 vitet e fundit. Nevoja për të adresuar sigurinë kibernetike është më urgjente se kurrë dhe pritet që ajo të jetë një përparësi e madhe për qeverit. Viti 2026 do të jetë viti ku operacionet nga aktorë të tillë si Rusia, Kina, Irani dhe Korea e Veriut do të zgjerohen, shkroi kompania globale e kërkimit të tregut në raportin e saj të parashikimeve të sigurisë kibernetike. Kompania tha se paqëndrueshmëria politike dhe teknologjia e re do të detyrojnë udhëheqësit e sigurisë kibernetike dhe riskut të përshtaten këtë vit. Një fushë që Google e sheh si veçanërisht të ndjeshme ndaj sulmeve kineze është sektori gjysmëpërçuesve për shkak të konkurrencës nga rivalë të tillë si TSMC e Tajvanit dhe kufizimet amerikane të eksportit. Operacionet kibernetike të Rusisë pritet të vazhdojnë në Ukrainë, por gjithashtu do të prioritizojnë qëllime strategjike globale afatgjata, shtoi raporti i Google. Të tilla si rritja e operacioneve të informacionit kundër Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera perëndimore. Inteligjenca artificiale do të riformosojë mënyrën se si kryhen sulmet, ashtu edhe mënyrën se si mbrohen ato në vitin 2026, sipas Google dhe firmës amerikane të sigurisë kibernetike, e cila publikoi një raport vjetor të peizazhit global të kërcënimeve. Të dyja kompanitë veçuan agjentët e inteligjencës artificiale, të cilët janë krijuar për të ndërmarrë veprime autonome, për të ndihmuar njerëzit dhe nuk kërkojnë që një njeri të tregojë atyre se çfarë të bëjnë, si një sfidë e re për ekipet e sigurisë. Google parashikon gjithashtu që inteligjenca artificiale do të përdoret për teknika të reja sulme, të tilla si injektimi i shpejt, i cili manipulon sistemet e inteligjencës artificiale për të anashkaluar protokollet e tyre të integruara të sigurisë dhe për të ndjekur komandat e fshehura.